shohim, jemi në urën e Mifolit, në monitorim non-stop prej gati më shumë se 24 orësh. Niveli aktualisht është në pik alerti, 7.1, në matjen meteorologjike, cila krijon risk të shtuar, por që duhet të theksojmë që jemi në varësi të prurjeve që vijnë nga vjosa, nga Tepelena dhe nga Përmeti. Është monitoruar gjatë gjithë natës gjithë prurjet, ka pas një intensitet të shtuar dhe të lartë vjosa në kufi me Greqinë, pasi ka pas arreshe shumë intensive edhe në zonën tonë, por edhe në atë të vendit të Qinq. Ka një rënje për momentin në matjen në Përmet, edhe në Tepelen gjithashtu, por gjithsesi baseni është i mbushur dhe presim që të ketë një stabilitet për mos të kaluar jashtë parametrave që do të sillnin më pas, edhe problematika me prezencë uja përmbytje në banesa, zonat e rreth vjosës në urën e Mifolit, qoftë në njësinë e Novoselës, qoftë edhe në njësitë e tjera të qarkut Thierit. Në matjet që keni, sa mendoni se mund të arrijë maksimumi? Mbi bazën e historikut, por edhe të monitorimit që bëhet me ekspertët edhe me gjithë specialistët që kanë përjetuar edhe në kohë më parë, por që edhe të dhënave statistikore që janë matur, pritet që të ketë një farë stabiliteti, por gjithsesi pika e vlimit, si të thuash, është mbi 8 në matjen e urës. Ka për panik për banorët, nëse nuk themi, ose duhet evakuim për momentin? Paniku nuk duhet të ekzistojë, sepse nuk është favorizues, ose nuk është aleat për ta menaxhuar fatkeqësinë natyrore. Në këto rrethana pothuajse që të gjithë banorët të cilët ekspozohen apo kanë riskun e shtuar janë njoftuar nga Njësitë e Pushtetit Vendor, janë marrë masat edhe për t'ju ardhur në ndihmë në rast se do të dalë domosdoshme për t'u evakuuar. Prioritet normal që është jeta e qytetarëve, më pastaj edhe pasuria, pleqëria apo dhe gjithçka tjetër që lidhet me jetën normale të tyre. Ka banesa deri tani të prekura? Deri tani nuk ka banesa të prekura, pasi lumi vjosa është nën shtrat, është nën kontroll në zonën e vet, por janë 3 banesa të cilat historikisht janë të vendosura nën këmbët e urës së Mifolit, të cilat janë të parat që ekspozohen edhe normal, po natyrisht janë larguar. Apo në ditën të vinë priten shira sërish. Si paraqesim masa që keni marrë. Patjetër që janë marrë masa, parashikimi sinoptik është që do të ketë rreshje prapë në shkallë vendi, ashtu sikur se ka pasur, është dita e 4 që ne vazhdojmë të monitorojmë në shkallë vendi rreshjet intensive të cilat kanë prekur gjitha zonat nga veriu në jug të vendit tonë. Ka pasur problematika në Lezhë, ka pasur në Berat, ka pasur në Delvin, ka pasur në zonën e Sarandës edhe në pjesë të tjera, ku janë marrë masat edhe natyrisht janë menaxhuar dhe vazhdon puna për rehabilitimin e pasojave që mund janë shkaktuar prej përmbytjes dhe prezencës së ujit. Duke parë të situatat e vitet e kaluara, mendoni se duhet ishte bërë diçka më parë edhe për argjinaturën, pasi është një projekt i cili ka mbetur pezull ndër vite dhe nuk po realizohet? Është investuar në të dyja krahat e vjosës. Kjo është edhe faktori që ne jemi sot në një mundësi monitorimi të shkarkimit të vjosës dhe nuk kemi akoma probleme, shpresojmë të mos kemi probleme. Mundësia për të investuar është e pakufizuar dhe normal që mbetet për të vlerësuar rast pas rasti, ndaj dhe qeveria dhe Ministria e Mbrojtjes në programin e emergjencave civile vazhdon të investojë drejt për së drejti në
në parandalimin e përmbytjeve si fenomene natyrore të cilët nuk përjashtojnë askënd sigurisht edhe vendin tonë. Në këto rrethana ne jemi duke vlerësuar, bashkëpunuar natyrisht me gjitha institucionet në mënyrë të veçantë me Ministrinë e Bujqësisë, e cila ka në dispozicion programet e veta, ka bordin e kullimit apo dhe të gjithë kapacitetet për të pastruar apo për të mbajtur në dispozicion që të gjithë rrjetin e shkarkimit të ujrave në det.